për ta trajtuar pak si fenomen. Po, okay, po. Gjakmarrjen. Po patjetër, po. Se fenomeni na shqetëson. Është një fenomen i vjetruar. Shumë i vjetruar. Dhe është për të keq që ne shqiptarët jemi fije të vonuar në këtë luftën ndaj gjakmarrjes. Ajo i përket skaluarës dhe do të ishte e mbyllur një herë mirë. Mirë po ta shohim evoluimin e gjakmarrjes në kohë. Nga traditat më të hershme, populli shqiptar, e veçanërisht zonave verindore, ka evoluar në mënyrë shumë interesante. Ka kaluar disa faza që unë mund të veçoj fazën më ka hershme, ishte gjakmarrja e pastër. U bante paktën mas keq se s'lutnolte, u bante me burni, berte, shpagonte gjakun e vetaj tjetri. Pra do ishte kodet e veta. Po, kodet e veta. Të përcaktuara në mënyrë të vente viktimën mbarë, i kabinet. Po. I vente pajisjet, pushte, gjithçka ke koka. Dhe i dërgonte haber, fjalë. Po, që të vrava. Që të vrava për gjakun që po, për gjakun që më ke. Po. Kjo në fundit ishte një shpagimi. Mas keq kishte një shpagimi 1-1. Po, ama kishte mas keq kishte vlerat e veta. Po. Edhe mbyllej kjo. Mirë, po, mbyllet herë në hirë, sepse kishte disa leva për mbyllje.